do të shkojnë në zgjedhje jo si gjithmonë, kur në zgjedhje shkojmë për të caktuar deputetët, caktuar qeverinë, por do të shkojmë në zgjedhje në një takim me historinë, sepse në 11 maj ne do duhet të bëhemi sa më shumë, sa më të bashkuar për të vendosur me votën tonë krijimin e një fuqie edhe më të madhe vendimarrëse, në mënyrë që këtë mundësi të madhe që na është krijuar, dera që na është hapur për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ne ta shfrytëzojmë duke mbyllur negociatat brenda 2027-s. Dhe negociatat brenda 2027-s mund t'i mbyllim vetëm në qoftë se kemi një fuqi që na jep mundësinë që të gjitha ato që diskutojmë me ta në tryezë, mbi 250.000 faqe që shkojnë në të gjithë drejtimet, për të gjithë sektorët e organizimit të shtetit, dhe që pastaj mbasi ne dakordsohemi, duhet i kthejmë në vendime, duhet i kthejmë në ligje, të mund t'i bëjmë pa hasur pengesa në parlament, pa pasur në përkëmb speciet e kënetës. Dhe është shumë e rëndësishme që në 11 maj ne të shtymë fort Shqipërinë për MBE dhe të thajmë kënetën që është bërë një pengesë e vazhdueshme e këtij vendi.